mirë se erdhën në kanalin tim në YouTube. Sot do të flasim për pushimet e mia në Punta Cana. Më keni bërë pafund pyetje në inbox, gjatë kohës kur isha në pushime kisha të pamundur të shkruaja, kështu që vendosa të bëja një video në YouTube ku të tregoj me detaje për Punta Canën, sa kushtoi, pyetja më e shpeshtë, ku qëndruam, si ishte plani për të shkuar atje, çfarë fluturime morëm, veshje, të gjitha. Kam marrë këtu një kafe, jam në tavolinën time të punës dhe do i përgjigjem me detaje. Unë në fakt para 5 ditësh bëra një story në Instagram ku të më thonit disa prej pyetjeve që kishit për këto pushime. Nuk e dija në fakt që Punta Cana ishte një vend jo shumë i vizituar nga shqiptarët, se me sa pash të gjithë ishin shumë kurioz. Më pyetja më e shpesh po ashtu ishte, a duhet vizë për të shkuar atje? Unë po filloj nga fillimi, po ju tregoj pak backstory si zgjodhën e Punta Canën, edhe pastaj do t'ju tregoj me detaje se çfarë duheshin për të dhëtuar dhe se si ishte Punta Cana. Si fillim, Punta Cana, për ata që nuk e din, ndodhet në Republikën Dominikane. Është 2 orë, i thoya njerëzit që nuk e din, 2 orë larg Amerikës me avion. E merrni me atë erën Amerikës, ishte shumë nice. Dhe u çuditë disa prej jush që unë nuk shkova në Tajland, sepse kështu e kisha ndarë me juve që kisha shumë qejf dhe dëshirë të shkoja në Tajland. Në fakt, për pjesën e muajit të mjaltit kam qenë shumë chill, realisht shumë chill, as nuk e kam vrarë fare mendje për të zgjedhur lokacionin. I thash thjesht Kevi, do merresh ti me këtë gjë? Nuk dua të shqetësohem fare, të zgjidh lokacionin ose të shkoj ku do vemi. Merru ti. Se unë mora me dasmë, kështu që nuk kam nerva të merrem me këtë gjë. Edhe kam qenë realisht shumë ngarkuar pas dasme, ne kemi vendosur në fund të dhjetorit kemi bërë bileta mos gabohem, po. Edhe ja, po shikonim Tajlandën dhe Punta Canën. Punta Cana na doli rastësisht në fakt përballë, edhe i çojmë këto 2 vende në peshore. Tajlandën sigurisht do vizitojmë në një moment tjetër, por në periudhën që ne donim, morëm vesh që nuk ishte periudhë e duhur shkurtim. Edhe në të njëjtën kohë tham, po shkojmë në shkurt më mirë në Punta Cana, dhe pastaj Tajlandën e lëm në një moment nga tetori. Nuk e di nëse tetori është më i duhur, por do e shikojmë. Do të thënë pas shtatorit, se në verë nuk mundemi. Edhe kështu vendosëm Punta Canën, le të shkojmë atje, më pëlqeu shumë vibe-i. Edhe Republika Dominikane më dukej si një emër shumë shumë misterioz, do ta vizitoja. Krepash ishte në anën tjetër të botës, mos thash ku po vemi, realisht dukesh si një pik në botë. Dhe po, si u organizuam, si prem biletat, ne vendosëm të shkojmë në këto pushime me një çift tjetër, që ishte kushurira ime, ne udhëtojmë shpesh në fakt me këtë çift, kemi të njëjtin vibe. Edhe do thoni ju, po muaj mjalti, do të shkonit vetëm. Unë me Kevi në fakt kalojmë realisht 24 orë të ditës bashkë. Nuk kësi jemi mërzitur nga njëri tjetrit, por kur jemi pushime duam një frymë të re. Dhe kështu është edhe me çiftin tjetër, po ashtu. Do thënë, edhe ata punojnë bashkë tërë ditën dhe ne punojmë bashkë, kështu që vendosëm pushimet të kalojmë bashkë. Dhe ata donin të vizitonin Punta Canën, në muhabet e sipër ne të shkojmë Punta Cana. Në falni se kishim shkëputje. Atëherë, ishim me këtë çiftin edhe po diskutonim, do ta vizitojmë dhe ne, le të shkojmë bashkë, tham. Edhe vërtet ka qenë vendim shumë i mirë, mi kënaqur jashtëzakonisht shumë. Plus që është një udhëtim shumë i largët dhe të duket më interesant kur je grup. Në fakt donin të vinë të Tabjana me Marianin, po ata smundeshin këtë muaj dhe vetëm ne të 2 çifteve na përshtatet ky muaj. Pse i lash muaj shkurt dhe jo direkt pas dasme, nuk doja të vija me pushime në direkt pas dasme, se nuk kisha fare në mental state të duhur të shkojmë me pushime ose të organizohesha me pushime. Domethënë, kemi menduar pas dasës direkt të shkojmë diku 3 ditë në Rom. Pastaj mendova, thash Kevi, nuk mundem, nuk kam nerva të jem turiste, nuk dua tani. E tham në dhjetor, pastaj po mendonim, nëntori dhe dhjetori kanë qenë ekstrem shumë të zënë, se kam pas shumë punë. Janari ishte sezon, shkurt kisha provimet, dhe kështu që vendosëm direkt pas shkurtit. Nuk ka qenë qëllimi pas Shën Valentin, jo, thjesht rastësi. Po, ku i prem biletat? Ne biletat i prem te King's Travel, është një agjenci turistike në Shqipëri.
Dhe unë po gëzoje që këtë biletat të merri komplet Kevi, të organizonte komplet Kevi. Kevi e pa që ishte pak kaotike si gjë, edhe normalisht më pyeste mua për çdo gjë, Melina, po shikosh ky fluturim. Melina, shiko, po është kjo hotel. Edhe isha, të lutem ose pyet bëj vetë. Edhe Kevi gjeti zgjidhjen te King's Travel, ata na kanë organizuar çdo gjë, po çdo gjë. Edhe më vjen natë që Kevi ishte shumë stress free nga kjo pjesë. Dhe po, fluturimet, resortin, na dhanë disa normalisht sepse kishin kosto të ndryshme. Dikush mund të donte shumë më mirë, dikush do shumë më lirë, varet çfarë pëlqime ka dhe secili prej jush. Dhe po më pëlqeu një resort, ishte resort me 5 yje, ishte fantastik, nuk e di, aq jam kënaqur. Ishte një resort aq gjigant që duket sigurisht që qytet më vete. Dhe në madh për restorantin lëvizje me ato bagit bagit nga lobi deri tek hoteli ose në një restorant, dukesh vërtet sikur ishe shumë larg. Edhe pse mund të bëhesh me këmbë, po të kap një debelizëm i frikshëm kur jemi me pushime, që thjesht përtojmë të ecim me 1 kilometër. Çifti që erdhi nga Shqipëria, ata bën 3 fluturime, kurse ne kemi bërë vetëm 2 fluturime. Ata bën Tiranë, Berlin, Zvicër, Punta Cana. Berlin, Zvicër ishte 1 orë pak, Zvicër, Punta Cana ishte 10 deri 11 orë vajtje, kurse në kthim ishte 9 orë. E njëjta rrugë edhe në kthim, domethënë ne erdhëm Berlin, ata bën Berlin prap Tiranë. Sa ka ngushtuar vetëm fluturimet, kemi prer fluturime, vajtje, ardhje. Në total ka shkuar me gjithë valixhe 1.700 ose 1.900 euro, mos gabohem. Është ajo bileta që të vret më shumë kur shkon në këtë udhëtim kaq larg. Por për totalin që vajtëm mendova se ishin okay. Po shikoj që me shumë më të shtrenjta në fakt për vendin që ishin pak më larg, edhe i rezervuam. Pastaj resorti. Nuk e di sa i bie resorti më vete. Me pak fjalë, resort dhe fluturim, total kemi paguar 3.500 euro plus minus për të dy. Dhe ne qëndruam 6 net. Resorti ishte all inclusive, do të thonë kishim gjithçka të përfshirë, mëngjes, drekë, darkë, dhe fluturimet e ardhje plus valixhe nga 20 kg secili. Nuk e di sa duket ju shumë apo pak, po për 2 veta mua më duk normal. Ishte okay. Sepse po shkon në një vend si Punta Cana. Punta Cana mendoj se ishte një vend i lirë, por realisht jam surprizuar, ka qenë shumë shtrenjtë vendi atje, sepse me sa na thanë që turistët vet atje ushqeheshin, domethënë nga turizmi. Turistët tash, vendasit atje ushqeheshin nga turistët. Edhe ajo ishte mënyra e tyre e jetesës. Biznese, gjithçka rrotulloi rreth turistëve. Punta Cana ka qenë, mund të them pak më shtrenjtë se Shqipëria, e prisja cop-cop, rrugët ishin të reja. Jo po dëgjojmë, kemi dëgjuar lajme para 5 vitesh që janë me armë kudo, jo nuk ishte kjo situata, ishte shumë e sigurt, edhe resorti, po dhe pjesa e resortëve në total, kishte security kudo, dhe nuk u ndjem fare në rrezik. Edhe pse shkuam në guida të ndryshëm që dolëm nëpër qytet, ishte relativisht shumë mirë. Kishte shumë të huaj, me thënë drejtën, shumë turist. Madje në kohën që kemi qenë ne, tani në shkurt, tani jemi në mars, po në shkurt, ishte fully booked resorti që kishim ne. Mund të kishte diku 400 doma, vetëm resorti që ishim ne. Imagjino se resorti kishte atje, ishte realisht full. Kishte shumë njerëz në sezoni, edhe donin madje të bënim late check out, edhe nuk na lanë, sepse ishte full, nuk mundeshin. Resorti në vetvete më pëlqeu, siç u thash, ishte vërtet një vibe interesant, po u lë disa foto dhe video këtu. Dhe kishte aq shumë hapësira, aq shumë restorante që ti nuk kishe pse të mërzitesh në resort. Se kam dëgjuar, unë ishte herë e parë fakt që shkoj në një resort all inclusive, edhe thashë do ha si dreqi, dhe hëngra si dreqi. Kam marrë 2 kg pak vetëm me pushime, e të mërshme. Por do t'i heqim së shpejti, shpresoj.
Po shijova, e kam shijuar. Okej, outfitet nuk u realizua në kokën time 100% siç i doja. Por të paktën jam gop edhe kam ngrënë stres free. Këtë keq që kam unë, do pësojmë shpërblet dhe do bëshëm shpërblet. Nejse, mua pet peshe. Po, pritë të rikujtoj pyetjen tjetër. Total gjithë votimi na ka shkuar për 2 persona diku tek 4.700 euro. Me gjithë rroba, me gjithë që kam marrë outfitet e gjitha të reja. Asnjë gjë që kam pasur përpara, të gjitha, shkallova. Nuk i vesh të gjitha, por do t'i vesh për rëver, se do vim në Shqipëri, me shpresë. Tjetër, kishte shumë aktivitete që ua sugjeroj pa tjetër që ti i shikoni, të organizoheni, se ishte vërtet shumë bukur. A duhej vizë për të vajtur atje? Jo, nuk duhej vizë. Ne kemi menduam se duhej vizë, unë kam pasaportë shqiptare, kështu që për të gjithë ju që mund të ishin në Shqipëri, nuk ju duhet një vizë, thjesht ju duhet plotësoni një formular. Nëse nuk e bëni paraprakisht ose nuk gjeni linkun për ta bërë atë formular, se rasti tonë nuk e gjetëm linkun, kur shkon atje në aeroport, para se të bësh boarding, të japin ata një QR code që të plotësosh të formularin patjetër dhe pastaj merr vulën në pasaportë që të lejohet që të udhëtosh. E njëjta gjë dhe kur ikën në Punta Cana, dhe plotësosh formularin që ti po ikën nga Punta Cana, ku janë detajet si ku po shkoni, për çfarë po shkoni, sa veta jeni, kur do ikni, me çfarë avioni po vini, detaje shumë specifike. E po, kjo ishte edhe për pjesën e vizës. Domethënë, nëse shikoni këtu, kam pyetjet, edhe pyetja më e shumtër sa kushtuan, ai pret vet bilet apo me agjenci, si që thash, kisha frikë me pak fjalë. Shumë e trisht këtu në të ftohtë, kur e mendon sa jetë e bukur ishte atje. Nëse ju i keni fëmijë e dëshironi të vizitoni Punta Canën, ishte një vend ideal. Ishte shumë family friendly, shumë. Resorti ku ne ishim, më keni pyetur për ushqimin. Ushqimi ishte mirë, bufeja ishte mirë. Aty kishim disa opsione që të rezervonin disa restorante. Dhe restorantet nuk paguaj, ishte pjesë all inclusive, por do të rezervoj patjetër sepse kishim vende limituara. Dhe realisht mish më të mirë se në ato restorante nuk kam ngrënë ndonjëherë, të meksikanit, të dominikanit, perfeksion. Se prisja, resort, nuk e prisja ishte mirë me thënë të drejtën, po ka qenë shumë mirë, realisht shumë mirë. Edhe shërbimi kishte shumë të mirë sepse vërtet fokusohej tek ata njerëzit që kishin rezervuar. Kjo ishte ideja, mos të bëj rrëmujë e madhe aty si bufeja. Te bufeja nga 1 në 10, mund ta them 7.5. Ushqim nuk ishte një ushqim të çuditshëm. Gjëra si në Shqipëri paka shumë, kishte pilaf e fasule. Këtë që më çuditesh, wow, fasule dhe pilaf. Por vjen një moment që në këtë resort të bësh shumë toksike me veten. Dhe s'ke ç'a bën, do hash, se s'ka asnjë gjë tjetër për të bërë. Mëngjes, drek darkë, 3 vakte të plota që unë si han në përditshmëri. Prandaj u shëndosha. Dhe po ku isha, se më keni pyetur, isha te Tropical Deluxe Princess. Kështu quhej resorti. Mund ta kërkoni, ta googloni, ishte vërtet shumë bukur, edhe më pëlqeu dhe stafja entertainment. Bëra shumë biq atje. Unë bëja pjesë në çdo klasë që ata bënin. 100% jo, po mundohesha. Spanish class kishin ata, dhe të bëjsha pjesë, po ishin mëngjes dhe nuk përtoja. Bëra pjesë në yoga class, kemi në volleyball class, i pëlqen shumë. Bachata class, u bëm pjesë, mësuam disa hapa kryesor. Kishte shumë organizimet në darkë, pishina kishte shkuma party, koktejle a fund, koktejl për kej nuk kishin gjë, ose kam djerë fare alkohol, s'përpija mika me akull. Për detin, aty ku ishin në zonën e Bavarom, nuk dhe quhet? Po, Bavarom. Plazhi ashtu quhej. Dhe nuk ishte plazh shumë i mirë, sepse ishte shumë vibri dektare i gjatë dhe kishte dallgë. Dhe nuk është e gje kur të qetë. Me ishte normale, kështu thoni të gjithë atje. Po te ishte sauna kur kemi vajtur, ishte perfeksion. Për nxehtësi ka qenë diku tek 30 gradë maksimumi, po të kapte ai dielli kështu 1-1, skuqe shumë shpejt. Edhe pse unë në fytyrë, ku më thanë këta shtëpisë ti si nxjerr fare, në fytyrë po, i thash, po, i tregova Crown, prit ta tregoj.
krenarin time që jam nxirr dhe jam shumë krenare për të nxirrje. Duke qenë drita këto, po e merr niten. Ja, shikoni këtu që duket e bardhë, se kisha të unë vdes të nxim, vdes. Edhe në veri kështu, piqem në diell. Se po nuk u nxita, nuk kemi arritur qëllimin. Madje, këse radhe e shijova, se vjet duke qenë se kisha dasmën, kam qenë në stres, kur vjen në plazh, nuk mund të rjetë të rehat. Më thash do bëhem viza këtej, nuk do më duken bukur të fustani, do qaj, dhe unë kam bërë plazh me stres vitin e kaluar. Kurse këtë vit nuk po e qaja kokën fare, as për viza dhe as për gjë, kam qenë qetësim time. Dhe po. Si ishte eksperienca të votoje për herë të parë ai që mor në avion? Nuk e di, ka një respekt shumë të madh nga mua ata persona që e bëjnë këtë për në Amerikë ose jetojnë diku larg dhe vinë në Shqipëri. Unë kur vajta isha aq e kputur, ka qenë udhëtim në orën 1 në fakt, deri 11 natës i bie këtu me orën e Shqipërisë, edhe pse atë mritë në orën 6. E fituan pesor. Jam lodhur ekstrem shumë fare, nuk e di, nuk kisha çfarë bëja më, thash do lexoj libër, po isha pa gjumë dhe nuk fokusosha fare. Atë librin kote u udhëtova nga Berlini në Punta Cana, se ishim grupe dhe të lexoj libër, shikoja kështu sa i daj nga grupi. Çfarë po bën, hajde po pjesë e grupit të lexosh libër. Dhe po, rruga ka qenë shumë e lodhshme. Vajten e kam ndjerë shumë keq. Madje shkoja në tualet kastile për vetëm televizor të çpihesha komplet, se isha e pirë. Po mundonin ta shtynim, ndremisim nga 40 minuta zjashi prap. Nuk isha bën, madje edhe nuk na haj, edhe kur vinë ato vaktet e atyre në avion ishim kështu rewardi që po rrim ulur të paktën të kemi diçka që të presim. Shiko po vjen shpreha në anglisht tani. Dhe po, pastaj kthimi ka qenë shumë chill. Mua më kapi e pak ankthi, me thënë drejtën, kur shikoja që ishin në mes të oqeanit Atlantik. Isha, o zot, është errësirë, ja ram këtu në tani, nuk gjendemi më kurrë. Edhe nata eci pak më shpejt, kemi fitur më shumë edhe nuk e ndjema ishte lodhshme sa vajtjen. Ishin disa nga pyetjet që më keni bërë në Instagram, më kënaqa shumë. Ka qenë muhabet shumë chill, duke treguar nga detaje nga Punta Cana, edhe pse kam 2 javë që jam kthyer, tani më risollet pak atë ndjesinë e Punta Canës, duke i rikujtuar këtu me ju. Faleminderit që më ndoqët, sigurisht do shihemi në udhëtime të tjera. E pata tani që më hyrin qef ky udhëtim i Punta Canës, e sigurt do i Tajland, po se kur nuk e di. Shumë faleminderit që më ndoqët, shihemi në videot e radhës. Mua! Më falni, duhet të përshëndes dhe miku im nga Punta Cana. Ciao!